Shkak protesta e studentëve të hënën alarmohen ndërkombëtarët në disa versione. Kryeministri Hisjan Mickoski thotë se ka informuar aleatët në NATO por edhe në BE-n për tentim për destabilizim nga ana e opozitës. Po ashtu edhe nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani thotë se ka informuar përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar për, siç thot ai, përpjekjet e qeverisë për të paraqitur protesta studentore si të motivuara politikisht. Ndërkohë kryeministri është shprehur se po punojnë në gjetjen e zgjidhjes për provimin e jurisprudencës që i njëjti të jetë në përputhje me kushtetutën dhe me standardet ndërkombëtare. Është fakt se kemi mendim negativ nga Komisioni i Venedikut kur bëhet fjalë për dygjuesinë gjithësor, sepse së pari nuk kemi resurse të mëdha për ta implementuar dhe e dyta nuk garantohet sundimi së drejtës dhe për këtë shkak ata fuqishëm na rekomandojmë që të kthehemi në ligjin e vitit 2008-2009. Njëkohësisht, është fakt se studentët të cilët mësojnë fakultetin juridik në gjuhën amtare, në këtë rast në gjuhën shqipe, kanë të drejtë ta bëjnë këtë, sepse janë pjesë e sistemit arsimor në Maqedoni. Kurse Osmani në anën tjetër thekson se në një moment kur kërkohet zbatimi plot i të drejtave, është thelbësore që komunikimi me komunitetin ndërkombëtar të bazohet në fakte dhe në paraqitje të drejtë të realitetit. Sot informova përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar mbi përpjekjet e qeverisë për të paraqitur në mënyrë të shtrembëruar natyrën e protestave studentore, duke i etiketuar ato si të motivuara politikisht dhe duke krijuar një perceptim të pasakt për realitetin në vend. Theksova se këto përpjekje për të orientuar gabimisht partnerën ndërkombëtar nuk reflektojnë shqetësimet reale të studentëve, të cilat lidhen drejt për drejt me zbatimin e të drejtave ekzistuese. Një ditë më parë mijëra student protestuan duke kërkuar që provimin e jurisprudencës të mund ta japin edhe në gjuhën shqipe. Kërkesa e tyre johoi jashtë kufive, duke gjetur mbështetje edhe te përfaqësuesit politik dhe personazhet publike shqiptar të vendeve fqinje. Edhe pas protestës nga Ministria e Drejtësisë reaguan duke thënë se provimi nuk mund të jepet në gjuhën shqipe.